Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në valët e Window Radio. Jam unë Gens Paçuku, Window Radio dhe ju flas nga studio në Londër. Siç e dini, unë çdo të martë jam me ju me emisionin tim Mikrofoni hapur. Një mikrofon i hapur i radios që e merr kushdo, e përdor kushdo, mjafton të ketë diçka për të thënë në shërbim të interesit kombëtar, pasi misioni i këtij mikrofoni është kontributi për Shqipërinë etnike dhe për diasporën. Unë duke eksploruar Shqipërinë e vogël, Shqipërinë e madhe dhe diasporën, në imagjinatën time takova dikë, por që këtë imagjinat sonte po e bëj realitet. Sonte do lidhem me Maqedoninë, aty ku na pret i nderuari patriot dhe luftëtari i kauzës madhore të bashkimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve, imami i shqiptarëve në kuadër të lëvizjes Bota Shqiptare, Zoti Tim Shkupi. I nderuar patriot Tim Shkupi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Window Radio dhe faleminderit që pranduat ftesën. Mirëmbrëma juve Gens dhe radios juaj Window Radio, mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve kudo që janë në tokën e shtrirë, si djepi duke marrë frymë, motrave dhe vëllezërve shqiptarë, me theks veçantë shqiptarëve nga Britania e Madhe, nga Londra dhe nga Evropa, Amerika, Australia dhe gjithandej ku frymojnë shqiptarët e Gjergj Kastriot Skënderbeut që ndryshe e quajt Zurretit Ilert Miletit Skënderbek. Është kënaqësi të dëgjosh ju, Zoti Tim Shkupi, dialektin tuaj të një shqiptari, por që është nga trojet shqiptare të Maqedonisë. Unë, me qenë se ju quheni edhe ju quajnë imam, si fillim, pastaj nuk e di si do të thras, po si fillim, imam Tim Shkupi. Si fillim duat na bash një prezantim për dëgjuesit e radios, kush është Tim Shkupi. Një biografi të shkurtër, se pastaj më gjatë do të flasim gjatë bisedës. Zakonisht Tim Shkupi si emër është njihet, është në botën e shqiptare tani më shumë se 2 dekada, prej pas vitit 2000, mua më thirrri me këtë emër, më njohej me këtë emër Tim Shkupi. I ka qenë më tepër emër arti kur u shpërngula dhe fillova jetën në Britaninë e Madhe në Londër. Kurse titulli imami shqiptarëve ka ardhur nga miqt dhe shokët, për shkak se jam një njeri shumë i pasionuar pas germave dhe librave të shenjtë, me theks të veçantë të përthimit, germave, të kodeve, të gematrisë e kështu me radhë, për shkak se kum ndjek studimet që nga mosha 9 vjeçare të Kuranit si libër, edhe pastaj në medresën e kum kryer në Prishtinë, kum vazhdu studimet në Egjipt dhe më ka shku jeta dhe deri më sot në moshën 60 vjeçare ende më thoj çdo ditë. Dhe mundohem të jap lajmin e vërtetë të shqiptarët, për shkak se kemi qenë shumë programuar keq, sidomos ne shqiptarët jashtë Shqipërisë administrative. Dhe titulli imam ka ardhur nga lëvizja Bota Shqiptare, që vetë ajo tani shqiptarët e dinë se është edhe shqip, për shkak se në gjuhën shqipe kemi fjalën që themi më më dhe, në gjuhën e Kuranit është në gjuhën e hebreje është dhe imam në një farformë është lajmtar. Dhe më thonë se informacionet rrinë në ujë, në këtë rast në ujtë nanës, se të gjithë kemi qenë në ujtë nanës dhe borxhi i parë është borxhi i nanës. Pra imam, lajmtar, i lajmit mirë për shqiptarët, më tregu se me desh shqiptarien, me desh kombin tanë, atë dheun tanë është pika e parë që njeriu në lidh me Zotin. Atëherë, imam Tim Shkupi, me qenë se ky emër është lajmtar, pas jetën e gjatë dhe na sjell gjithmonë lajmet mira për Shqipërinë dhe shqiptarinë. Edhe një herë të falenderoj që je bashkë me ne sonte në këtë bisedë për dëgjuesin e radios, se është në Shqipëri e janë mban botës. Para se të fillojmë me aktualitetin, me qenë se përmende edhe
lëvizjen bota shqiptare. Çfarë është lëvizja bota shqiptare dhe si janë lidhjet dhe marrëdhëniet e Imam Tim Shkupit me këtë lëvizje? Lëvizja bota shqiptare ka lindë si rezultat i aktiviteteve që unë i kam bë me shok, me theks veçantë me shokët e mi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Zvicra dhe shtetet tjera të Perëndimit, dhe në vitin 2024-25 ne regjistruam dhe më thanë përderisa ti ke lind Shkup, regjistroj lëvizjen bota shqiptare në Shkup dhe selia kryesore e lëvizjes bota shqiptare është në Shkup. Dhe ne tani po zgjerohemi dhe i kemi disa pika në organizimet tonë, kurse Imam është vetëm titull në kuadër të lëvizjes bota shqiptare dhe të gjithë shqiptarët që e pranojnë këtë titull e pranojnë me dhonë Imami lajmin e mirë dhe me qeni urë lidhëse bashkëpunimi me të gjithë shqiptarët, pavarësisht dallimeve, pavarësisht besimeve religjioze kështu me radhë, neve që po shtrihemi gjithandej jemi kudo, janë 4 gjëra kryesore të organizimit tonë. Para është shëndeti i Gens Paçukut më konë në nivel, me shëndeti me qenë mirë, pas shëndetit vjen pozita jote në familje, familja jote me qenë mirë, dhe e treta është biznesi jot me lullzu në Londër, dhe e katërta është kur ki kohë, sikur sa unë me thirr Tim Shkupi dhe Tim Shkupi me bisedu me ty për çështjet e shqiptarisë, me dhënë aktivitete tona kuadër çështjes kombëtare në forma ndryshme, edhe me fjalë të mira, edhe me bamirësi, edhe me bashku shqiptarinë rreth asaj që quhet Shqipni, dhe Shqipnia do të me qenë një shtet në tërë gadishullin i lirit. Të janë katër kryesoret. Masani kemi edhe 5 kushte tjera që nuk i bëjmë kompromis, se kanë kuptu shqiptar se fjala fe është e Shqipës, nuk është fjalë as e Biblës, as e Kuranit, dhe nuk e bëjmë kompromis këtë fjalë me asnjë komunitet religios, për shkak se Shqipëria si shtet nuk ka lindë në xhami, nuk ka lindë në kishë, po ka lindë si rezultat i rilindazve shqiptar, feja e shqiptarit të shqiptaria, dhe ne vazhdojmë këtë. Kjo është kushti i parë, sharti i parë, sharti i dytë roli mesianik i Shqipës sonë. Kjo është gjuhë e Perëndisë, sharti kushti i tretë flamuri, pastaj vjen kombi, se kombi është organizim politik, dhe vjen shteti, dhe ne shqiptarët e meritojmë pak para krismave të mëdha me jetu me një shtet për bashkët Kosova mu bashku me Shqipëri, dhe ati ku frimojnë shqiptarët me shku me Shqipërinë, pra me zëru Shqipërinë e vitit 1912. Tim, do t'i shtjellojmë pak të probleme bashkë për këta që po pak ma vuan se duhet futemi në aktualitet, po në fakt sa për djeni, në qoftë se ka pas një arsye që unë ju kam thirrësone në intervistë, unë ju njoh ka do kohë dhe ndjek me vëmendje, biles ju kemi pasu dhe në kuvendin e Veriut që erdhe, edhe unë të falenderoj edhe për atë ditë, po të falenderoj për shëndrimet në përgjithësi, por ajo që unë e kam marrë model si ti që duhet na shërbeje ne një kombi, është ajo shprehja ose motoja e rilindasve, feja shqiptarit është shqiptaria, se këto kohët e fundit, më thënë drejtën, sikur kam pa çik përqarje teorikisht, në praktikë shqiptarët jetojnë në harmoni fetare, po kur futen në Facebook duket sikur bani çik më tepër sa duhet religjoz, edhe nuk mbajnë qëndrime këtë korrekte bazuar në atë thënie ose në atë parullë të rilindasve. Gjithsesi, duhet të jemi rrim pak në aktualitet sot. Ne patëm planifiku një bisedë me më të martën që shkoj, po për ca probleme teknike nuk e bëm, edhe mirë që nuk e bëm, sepse sone kemi diska ma tepër për të thënë. Sot në Tiranë u zhvillu samiti i diasporës, duke parë aktivitetin tënd në përgjithësi, një aktivitet patriotik, zanë e gjatë, që shumë kush e njeh dhe ndjek. Unë sot në fillim u trema, thash, nuk do ta kem Tim Shkupin në radio, sepse ndoshta timi duhet ishte në samitin e diasporës.
sepse kishte edhe nga Maqedonia, kishte edhe nga Kosova, kishte edhe nga Malizi, edhe nga diaspora, edhe brenda Shqipërisë. Tim Shkupi ishe apo nuk ishe në Tiranë sot? Sot nuk kum qenë, po ka qenë Naser Selmoni, që është drejtor i departamentit të imami shqiptarëve për partitë politike dhe media, ka qenë në samitin e diasporës shqiptare. Me ftesë apo pa ftesë? Me ftesë ka qenë. Me ftesë Po nga ambasadori i Shqipërisë në Shkup. Po Tim Shkupi personalisht nuk kishte ftesë? Jo, Tim Shkupi kësaj radhe nuk ka pas ftesë, po edhe ku mujt me shku edhe pa ftesë dyrt janë të hapura për mu në Shqipëri, për shkak se për mu Shqipëria është kible, për diçka o kible, të gjithë kthehen ka lindja, ka perëndimin e thena vetëm ka Shqipëria, nuk njoh kible tjetër, drejtim tjetër përveç se Shqipënisë, e mirë e keq e du Shqipëninë. Pa tjetër që e do Shqipëninë, pa tjetër që je shqiptar dhe do Shqipëninë, dhe Shqipënia me thënë drejtën duhet që ti doje pak sa më shumë, sepse e meritoni dashurinë e nënës Shqipëri, po herë merrni, herë nuk e merrni. Unë në pjesën time kërkoj ndjes, do ta qelloj me atë pjesë. Nëse më lejon Gens të ndërlidhem, se kum qenë pjesë e samiteve diasporës shqiptare në vitin 2016, 2017, 2 samitet ku marr pjesë, samitin e 3 dhe 4 nuk ku marr pjesë, prafërsisht e di se çka zhvillohet në ato samite, edhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë i përshëndes, i përqafoj shumë, i du shumë, le ta duan shqiptarin, le të folin pozitivisht për shqiptarin, edhe të ecin përpara, unë nuk du të flas, politizoj asgjë kur shoh që mbledhen shqiptar dikon për të mirë. Thjesht tani unë e kam titullin imam, është pozitë që ma kanë lënë shqiptarët, nuk e titull, normal e pres edhe ftesën, pak ma ndryshe, se për qenë imam i shqiptarëve, unë e pres me marrë ftesë, edhe nga kryeministri i Shqipërisë dhe presidentin më dhonë edhe pasaportën shqiptare. Ti e di që unë e kam pasaportën britaneze, jam shtetas britanez, po që imam i shqiptarëve, shqiptaria lidhet me Shqipni, dhe dohet ata të më ofrojnë pasaportën shqiptare, po jo vetëm mu, të gjithë shqiptarëve të tjerë nga Maqedonia që duan të deklarohen se janë komb i Gjergj Kastriot Skënderbeut, pa dy shteti shqiptar duhet ta nis procedurën që t'ju jap pasaporta shqiptare. Atëherë, zoti Tim Shkupi, mos u demoralizoni, sepse ne kemi pas probleme, kemi filluar me dhënë pasaportat nga Amerika, sapo ka marrë pasaportën shqiptare dhe në shtetësinë ish kryetari i Bashkisë New Yorkut. Edhe besoj që do të vinë radha edhe shqiptarëve të vërtet dhe patriot që të marrin pasaporta shqiptare. Kjo qeveri do ta bëjë besoj punën e vet, po nëse ka qenë më rëndësishëm ish kryebashkiaku i New Yorkut për ta marrë pasaportën, pastaj shkallë besoj do vim edhe te ju. Kjo është një tur. Për ka? Për Mark Zonen në New York. Jo, ish kryetari i Bashkisë. Nuk do të jem racist me karakteristiku kanë me ngjyrë, po një kështu ka qenë përpara. Mark Zonaj zakonisht ka marrë pjesë në samitet, edhe në samitin e parë dhe 2 diasporës shqiptare, thash mos e ke fjalën për Mark Zonaj. Jo, e kam për një Amerikan, ai s'është pur Amerikan, s'është Afrikan. S'është, po e ka marrë pasaportë shqiptare këto ditë, nuk e pas keni gjuti. Jo, nuk e kom të gjuhë këtë dhamë, mirë që të Jo, ish kryetari i Bashkisë New Yorkut. E ka marrë, po i kim pasaportat i herë mja u dhanë miqve, pastaj njerëzve të shtëpisë o tim. Kështu kemi në shqiptar. Bile, do t'jemi shumë, do t'insistojmë që sa më shpejt ta merë edhe pasaportë presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. O ai nështë s'ka nevojë për ta, po ky nështë kishte, nuk e di se si me çfarë motivacioni i ashtë dhënë pasaporta, se pasaporta faktikisht nuk është një letër. Dje erdhën lajmet prej Vlorës, Ivanka Trump dhe nona Ivankës kanë qenë Vlorë, kanë qenë edhe Shqipëria po bot një lloj pelegrinazhi, një vend për pelegrinazh për tërë botën. Nuk e di, ndoshta dhe bëhat, nuk është tema e bisedës, por e kapa tek pasaporta, se si ka mundësi që Greqia ju ka dhënë pasaportën çdo personi që ka një emër ortodoks dhe jeton në jugun e Shqipërisë, nga anë tjetër, të gjitha shtetet e tjera besoj ju japin pasaporta njerëzve që janë në origjinë nga ai shtet, pavarësisht se nuk
jetojnë ndoshta në atë shtet, ndërsa Shqipëria akoma nuk e ka marrë këtë nismë. Besoj që do ta marrim më vonë kur Shqipëria të bëhet çik më patriotike. Unë besoj që do të bashkangjitesh me Tim Shkupin si imam i shqiptarëve, ta bëjmë një protestë modeste para kryeministrisë dhe ministrisë punëve të jashtme, se kërkojmë pasaporta shqiptare, duke fillu prej imamit dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, se kjo ka edhe një pasojë tjetër politike, se këtu në Maqedoni zhvillimet e funit e keni dëgju për gjuhën, shqipe flitet shumë. Ajo ishte bile pyetja radhës, po vazhdo. Nëse lejoni ta rrumbullakoj. Kur është bë marrëveshja e Ohrit, janë arrit disa rezultate dhe me nenin 5 në sa e ditë Kushtetutës Republikës Maqedonisë, neni 2, në atë kohë kanë tentu politikanët slavisht folës mi ik shqiptarisë, mos përmendet emri shqiptar në Kushtetut, gjuha shqipe, shtone, për kanë bërë gjuhë të 20%. Mirë, për problemi është se ofër 200.000 qytetarë nga Maqedonia që flasin slavisht i kanë marrë pasaportat bullgar. Po, e vërtet. Edhe tani ajo mund të rritet bëhet në 300.000, ti takon edhe në Londër shumë nga Maqedonia që i kanë me pasaporta bullgar. Po, shumë. Edhe tani edhe ata mund të thënë atë 20% që dhe gjuha bullgare mund të bëhet gjuhë edhe ajo zyrtare në Maqedoni. Apo më kupton? Po, për shembull, atëherë kur i kanë sjellë sonë e bona një video të shkurt dhe thash, atësa nëse dikush kritikon ta zdojnë politikanët shqiptarë, këtë rast Ali Ahmetin, atësa ka bë mirë, ka bë edhe keq, po ajo keq nuk është shumë e madhe. Se ne një ditë mund të themi nuk i pagujmë taksat në shtetin e Maqedonisë, a pagujmë taksat shtetit Shqipërisë dhe Tiranës. Nuk e njohmi qeverinë e Shkupit, e njohmi qeverinë e Tiranës. Çka do të me bëj ata? Do të me kallëzoj dhunë. Kur të kallëzojmë dhunë, ne kemi drejt në vetmbrojtje. Apo më kupton? Po. Shqipëria nuk është ajo Shqipëri e viteve të 90-ta, as nuk është ajo Shqipëri e vitit 2000. Shqipëria vetëm një herë më koll, vetëm e thonë njohmi imamin e shqiptarëve Tim Shkupin, se për me janë bërë shumë problem, unë tani me ardhë ambasadori i Shqipërisë të zyret tona, është problem për ta, pastaj atin e sulmojnë të gjitha media. E di se unë ishte edhe Tali Ahmeti në zyre dhe ai argumentoi tha do shqiptaria, ato nuk mirëshin me Ali Ahmetin që kanë pushtet 2 dekada, po mirëshin me Tim Shkupin që asnjë ditë jam kanë pushtet Maqedoni. Pra si do të qoftë, ne presmi ngjarjet zhvillohen pak në favor të çështjes shqiptare në Maqedoni, prandaj kjo në punë e pasaportave luan rol politik shumë. Unë besoj se te ne jo 200.000, po unë besoj dikun 400.000 shqiptarë nga Maqedonia do të aplikojnë, ta marrin pasaportën shqiptare dhe ta japin deklaratën, shahadetin ta lexojnë shqip, që janë shqiptarë të kombit 6 kastriotit. Edhe atëherë zërohet Shqipëria. Unë ndihem shumë keq se Shqipëria nuk i ka dhënë pasaporta shqiptarëve që jetojnë përtej jashtë kufive të Shqipërisë, edhe për arsyen që thatë ju më lart, sepse ne kështu po mohojmë kombin duke marrë pasaporta të shteteve të tjera, jo për çështje lëvizje të lirë, jo për një problem, jo për një tjetër, edhe besoj që qeveria duhet i përgjigjet kësaj pyetje, por unë i nderuar Tim Shkupi jam shumë dakord në momentin e parë që jeni gati të thrisni një protestë para kryeministrisë dhe ministrisë punëve të jashtme të Shqipërisë, unë të jemi pranishëm dhe të japim si fizike edhe nëpërmjet radios ta ngrem si problemin e pasaportave. Bashkë me mua dhe ty do të jetë edhe zefi dhe të shkojmë para kryeministrisë dhe të themi imami i shqiptarëve dhe shqiptarët e Maqedonisë trokasin në dyert e ministrisë punëve të jashtme dhe të shtetit shqiptar, i hap dyert që të vinë shqiptarët nga Maqedonia ta deklarojnë shahadetin, dëshminë se janë shqiptarë të marrin pasaportat e shtetit shqiptar. Atëherë kemi futur punës dhe ban organizimin, unë edhe Zefi që e përmendi emrin edhe shumë të tjerë do të jemi aty bashkë me ju. Simbolika është shumë më e madhe se sa numri. Nuk na intereson numri. Ashtu, simbolika është më e madhe se sa numri, sa atëre qeveria shqiptare ka dhe me Kushtetin e Republikës Shqipërisë ka obligim të interesohet për shqiptarët jashtë kufijit Maqedonisë.
Po pra, tani para se shkojmë tek interesimi, do të them një gjë tjetër. Kjo intervistë ishte parashiku për të marrë në që shkojnë, nuk u bë në një kohë kur të hanën, jo dje, po të hanën që kaloi, pam një protestë madhështore të studentëve shqiptarë të Maqedonisë në lidhje me përdorimin e gjuhës shqipe, siç e thatë edhe ju. Kishte ditë që ju personalisht po bani thirrje për pjesëmarrje dhe për mbështetjen. Ajo protestë na jep një opinion si u zhvillua sipas opinionit tuaj aty, si u zhvillua në numra ose në frymë, në kërkesa e drejtë e pa drejtë. Gënc, tani ato ishin studentat të fakultetit të drejtësisë, të jurisprudencës. Normal, protesta pas një farë heshtjes madhe që kam bizotru në Shqipëri e në Kosovë, më të po një rini, por të but qoftë edhe 1.000 e 2.000 vetë, krijon një përshtypje të mirë që ka gjallëri shqiptare në kryeqendrën e Dardanisë, Shkupit, dhe ajo neve do të na gëzoj, pavarësisht bindjeve tona politike apo besimit religios njerëzve, sidoqoftë studentët kishin të drejtë me protestu për arsye shumëta, pa e politizu protestën e tyre, kurse partitë politike që janë në opozitë në këtë rast, ato kanë desht me ndihmu akoma më shumë dhe me politizu rrafën. Jo me thonë, ne nuk duam, se përderisa prekët gjuha, vetë gjuha është politika, është ashtu ajo. Po. Edhe nuk guxon aty, thonë këto që janë qeveri për momentin, që qujnë vlen, to e qujnë, une pajtë shka thirët, në mund që unë nuk e konsideroj shqiptar ato mu më qujnë që jam sekt i Skenderbeut, sa ato se dojnë Skenderbeut në shqiptari. Do me thanë, u këthym në shqiptarët e Skenderbeut në sekt, ha? Po jo, ato më qujnë mu sekt, se unë e kumë thonë feja shqiptarit të shqiptaria, unë e di që Shqipnia ka lind prej lindazve shqiptar, apo? Ka lind prej Nanimit, Samijës, Abdil Frashit, Kasur Pashtis, Gjef Shpishtës, e kështu me radhë, Fai Konicës, Hasan Prishtinës, Ish Buletinit, gjithë të ena jo plejodi njëzve, nuk kanë qenë shumica që lindën Shqipërien. Edhe tani, se unë e them feja shqiptarët të shqiptaria, kanë shpallë sektorët e religionit Bagdadit, e konceptit Hanefi, se ti pele e di mirë konceptet e tyre, mu se unë jam sekt, unë jam shqiptar. Shqiptaria ime nuk është sekt, është natyrshmëri. Në realitet, ato janë sekt dhe në Po, ato janë sekt, ato janë pakicë, si e mështrojet tuja. Jo, ato janë pakicë, po në emën ku janë, rolin që e kryjnë të shërbetorëve për ta kamuflu që janë shërbetorë slave, që janë aleancë me slavët, ato mundohen të kamuflohen dhe ta gjenë i strejnë në emën gjëja të religionit, këtë rast ta quj të islamit politik. Edhe Bekim Sali, ambasadori i shtetit shqiptar, po ta jap si lajm, si informat, ambasadori i shtetit shqiptar, Zavendës kryeministrin, Gjoja në thojza shqiptar nuk ka desh taftoj në samitin e diasporës e ka ftuar Afrim Gashin që është kryetari i Kuvendit Republikës Maqedonisë. Jap informatat sakta këto janë, po dhe Afrim Gashi është një shqiptar i turqizuar. Kurse ki tjetër nuk është fare shqiptar, po që jam shqiptar, e kim edhe një tjetër është antar i Këshillit Sigurisë kombëtare të presidenti i Maqedonisë, që dele flet natë e ditë kundër Amerikës dhe kundër Izraelit, një farë Gjevdet Haredinaj, edhe thirët në mund shqiptarëve. Unë nuk e di që shqiptarët kanë marrë të shëndrej me qenë për ose kundër dikujt, por e di që shteti shqiptar e ka shpalt Iranin si sponsor të terrorizmit dhe e di që Maqedonia është antare e NATO-s, apo? Po. Edhe tash me dorë dikush në emën shqiptarëve, me fol kundër Amerikës dhe kundër Izraelit, faktikisht është vetë muna një los neve, muna shtimi në kurtha, është ashtu ajo. Po. Do që une këto që janë qeveri nuk i konsideroj, dhe më thonë ato përfasojnë qytetarët e Maqedonisë, une e kumë bo një ndarje të kombit të Sultan Mahmutit, që e dojnë sultanin ma shumë. Une e du Skenderbeun, ato e dojnë sultanin. Kjo është ajo ndarja që kanë ndonë me ta. Jo religioni, jo besimi. Së une njëfë Kuranin ma mirë sa ata. Ata s'kanë dy lidhe me Kuran. Faktikisht,
ata e dojnë sultanin. Sultani çka do? Sultani do me pushtu krejt botën mi bë musliman. Unë si shqiptar nuk du mi bë njerëzit musliman. Atë shqiptar me zot, unë du ta mbroj temën ku jemi ne shqiptar. Të besoj që i pajtohesh te dhe gjithë shqiptarët me mund këtë pikë. E vërtet tim po më bën përshtypje sepse e tha për kryetarin e parlamentit dhe zëvendës kryeministrin disa emra të tjerë që ato tha nuk janë shqiptar, po janë kështu janë ashtu. Është e vërtet se në fakt ato që janë pur shqiptar edhe që mbrojnë traditën dhe origjinën shqiptare edhe gjuhën shqiptare sepse gjuha është ekzistenca një kombi nëse ti thu jam shqiptar sa dush po s'folësh shqip, ti nuk je shqiptar, nuk nifesh shqiptar, nuk ke fakte që je shqiptar, prandaj ju japin dhe ato pozicione, o Tim Shkupi, prandaj japin pozicione edhe Tim Shkupin e majnë larg sepse Tim Shkupi është zemra e shqiptarisë. Edhe zemrën e shqiptarisë ata duhen ta majnë larg. Faleminderit shumë. Unë nuk kërkoj se unë jam deklaru hapta, si ne, shqiptar të kombit Skënderbej, po flas për Maqedoni, nuk po flas për Shqipëri dhe Kosovë. Ne jemi, për momentin jemi pakic, dhe nuk paraqesim rrezik për asnjë grup. Për asnjë grup. Tani, ka dhe Rom që e flasin Shqipen, apo? Po. Ato nuk do të thotë që janë shqiptar, po ndjehen si shqiptar se flasin Shqip. Edhe ata kanë obligim me mbrojt gjuhën Shqipe njëjtë se kur një shqiptar, apo? Po. Nëse ka vullnet mirë politik, pavarësisht se ata janë të kombit të Sultan Mahmutit, mund të ulen sonte me një tavolinë të gjitha partit politike dhe me një dekret vogël e shpallin gjuhën Shqipe, gjuhë zyrtare në tërë territorin e Maqedonisë. Edhe mbaron kjo proces. Mirë po, problemet janë dikun tjetër, e nuk ka të baj me gjuhën. Gjuhën vetëm e morrin si pretekst për të mbijetu politikisht dhe në këtë rast për të arsyetu politikanët Macedonas të cilët slav, të cilët po thuaj se 36 vjet ato kanë trashëguar gjithë çka kanë vjedh këtë shtet. Po mirë tani, Tim, këto që Macedonasit që në përgjithësi në një formë apo të tjetër janë fanatik dhe mundohen ta mbajnë shqiptarinë nën sundim, mundohen që ta zvoglojnë në çdo moment, mundohen që ti tjetërsojnë edhe nëpërmjet fesë edhe nëpërmjet shumë gjanave. Mos e përdor nëpërmjet fesë, nëse pak e konsideron ndaj meje, ta bëjmë një dallim kur të përmendemi ndonjë besim, ta përmendemi besimin e komunitetit ta zojmë musliman, komunitet katolik, komunitetit ortodoks, sa të janë komunitete religjioze. Po. Atëherë nëpërmjet besimit, ata mundohen që ta zvoglojnë Shqipërinë, ta zvoglojnë në numra, ta zvoglojnë duke i mohu gjuhën, ta zvoglojnë duke i imponu largimin. Në një kohë Unë tregoj sinqerisht, unë i bona 60 vjet Gent dhe unë tani i kum kuptu të gjëra pas shumë holumtimeve dhe punës dhe përvojën që e kam. Edhe tani kam të drejtë me thonë se gjeneratat para nesh, për para 100 vjetëve, kur është shpall pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912, me pasdesh Struga e Dibra, që është këtej kufirit, e Tetova, e Gostivarit, Pollogu, Shqipërinë ne ishmi bashku qysha. Me Shqipërinë. Edhe Kosova me pasdesh. Do me thënë qahemi kot nëse nuk na i ka fajet kush i kemi fajet vetë. Jo, dhe ne kemi mendu për shembull se kemi lexuar 6 fishte, ne kemi lexuar duke drejtu fajin e Evropës. Jo, faji është i joni. Faji është i joni, prandaj unë i bëj apel shqiptarëve se ne shqiptarë dhe duam të jetojmë si shqiptarë dhe të vdesim si shqiptarë, ne kemi shtyllën e kombit shpejtësisë shqiptare, kuvendin e legjës që është me 2 mars të vitit 1404 dhe do ta shpallmi fest kombëtare për të gjithë shqiptarët. Shteti nuk ka të bëjë me besime religjioze, shteti ta mbron gjuhën, ta mbron pronën, anën materiale. Është ashtu ajo. Po. Besimi është shpirtëror. Ne në çështjet e besimit nuk futemi. Tani unë shpjegoj Kur'anin me ju tregu se i kanë mashtruar njerëzit. Shumica e njerëzve mendojnë se me qenë musliman do Zoti. Kurko në librin që quhet Kur'an, nuk e kemi një varg që dikon Zoti thot i du muslimanët, apo i du të krishterët, apo i du
Do një grup tjetër e Zoti i do parët, i do ata të cilët janë bamirësa, ata të cilët janë të devotshëm pasdashës, ata të cilët janë të drejtë, ata të cilët pendohen e pranojnë gabimin dhe ata të cilët janë durimtar. Këto janë 5 kategori që i do Zoti në Kur'an po flas. Që do të thotë kur gjosko të bajnë si janë rrit muslimat. Muslimat janë rrit me bingo, për diçka o bingo. Me bingo se si të thuj që janë musliman shkon në xhenet. Kur është e vërtet, kur nuk shkruan librat shenjtë kjo punë. Prandaj këtu në Maqedoni, përdoret, sidomos është përdor para 100 vjetëve, Gens, unë në vitet 70 dhe 80, kur kom lexu me vludin, kur e kom këndu me vludin, është një me vlut një ritual, e kom këndu me alfabet elifbes, që i thuj. Disa vështirë o kond, nuk e kemi një libër të botuar prej vitit 1912 deri dikon vitin 1945 në Kosovë dhe në Maqedoni, se njerëzit nuk e kanë pranuar alfabetin latin të Shqipës të Kongresit të Manastirit. A dhe ti këtë puna jo, se ju këtu të Shqipërisë do gjëra nuk i keni pak të qarta. Jo, nuk i kemi sa ka është vërtet. Prandaj unë kërkoj vetëm, nëse s'mundeni më na ndihmu neve, s'paku të na mirë kuptoni. Ku jetojmë dhe si e bëjmë jetën. Tim, arsyeja që unë të kam në intervistë, pra kjo është që ne dim pak ma shumë, sepse kur nuk dim, edhe nuk dim me një muhe. Prandaj jemi këtu për të thënë ca gjëra hapun, do me thënë mendimin e Tim Shkupit si patriot edhe si trashëgimtar i shqiptarisë së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Prandaj flasim me Tim Shkupin, me na i thanë gjanat qartë, ne me ju një muhe, ne edhe ju me u bë bashkë, që të bëjmë më të mirën për atë vend që quhet Shqipëri e për ata njerëz e për atë kombë që quhet shqiptar. Se ndryshe nëse ne jetojmë të ndarë, ne nuk ndihmojmë kurrë njëri tjetrin, edhe ne si kombë nuk hesim përpara. Pra, ne duhet fillojmë që të interesohemi më shumë për veten si shqiptar, për veten personalisht, edhe për kombin, edhe bashkimi i shqiptarëve bëhet duke u biseduar, duke u bashkuar, duke dhënë menime, menimi është një, bashkimi kuptohet dhe qëllimi, duke i mbrojtur shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, që të ruajnë gjuhën e vet, po ndoshta janë pakisë në disa raste, edhe ne si thati një kollitje e Shqipërisë, ndoshta e vënë në presion Maqedoninë, që këto kollitje nuk po i ngjojmë asnjëherë, duhet i pajisim me pasaporta shqiptare, që të njihen si shqiptar, e të numërohen edhe si shqiptar, edhe jo të bëhemi më shumë se sa jemi, po të paktën të tregojmë atë që jemi. Pa ashtu, po të paktën mos na heqë kush gjë nga numrat. Prandaj mikrofoni i hapur është i hapur për kado, për sonte për Tim Shkupin, një patriot i vërtet që unë kam shef tani gjë dhe prandaj desha që të sill edhe te publiku me fjalën tuaj. Gens, falenderit shumë, po dëgjoj, unë kam ata të cilët më ndjekin mua e di. Kur unë pyesim për botën tjetër, nuk do thotë këtë që unë e di se çka do ndodh atje, por nëse ka botë tjetër dhe ka parajs, ata shqiptarë që do të shkojnë të parët në parajs janë shqiptarë nga Shqipëria. Pa shqiptarëve nga Shqipëria do të shkojnë ato të Kosovës, e bën Kosovën shtet. Po. Kurse ne të Maqedonisë probleme kemi pashanizat. Japim pasaporta shqiptare të vini me ne. Apo më kupton? Po. Pavarësisht grindjet e juaja brenda atje politike që i keni, apo kupton? Me gjithë shqyqër zotit që kemi nënë në Shqipni, më të dhoni lajmë pak më të freskët dhe më të ri, çka ka ndodhur këto javët e fundit, s'ka shumë ditë, tu mbajt një summit i thirrur nga hoxhallarët në hotelin Hilton Shkupit, i organizuar nga komuniteti musliman i Makedonisë. Dhe kanë qenë të ftuar komuniteti musliman i Kosovës, i Serbisë, i Bullgarisë, i Bosnjës, por nuk ka qenë i ftuar komuniteti musliman i Shqipërisë. Si e shpjegon këtë mungesë ftese? Tani, ata që na dëgjojnë dhe që ta morin lajmin,
minjarë thojnë se komuniteti musliman i Shqipërisë janë gylenista. Kënë dëgju këtë termin gylenista, nuk janë me Erdogan. Po, Nuk është e vërtet. Po Republika e Turqijës dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Turqijës dhe Dianeti Organizimi Religjios i Turqijës e di që Shqipëria ka fitu pavarësinë prej perandorisë osmane në vitin 1912. Dhe koha nuk thehet mbrapa, po më kupton? po, Dhe Shqipëria nuk e konsideron pjesë të vetën si kur e konsideron Macedonien, Kosovën, Serbien dhe Bosnien. Keni qartë ta kuptojnë shqiptarët nga Shqipëria këtë punë, ku është një problem shumë i madh, po thash Zoti e na ndihmon Zoti i shqiptarëve. Shqipëria është e siguruar në këto kufit administrativ, por a kemi mundësi ta bashkojmë Kosovën me Shqipërinë dhe pastaj Kosova dhe Shqipëria me GDP-në e saj malatët tonë, këtë rast Amerikën, ta zërojmë ashtë që kemi andru Shqipërinë tonë natyrale. a ka shanse të ndodhi kjo? Po se marrë dhe dirama, vetëm e po imamin e shqiptarëve. Mu që nuk flas politikisht, ajo është kriministër, më respektoj, Po. kriministri i shtetit shqiptar, vetëm marrë të imami shqiptarëve, po mdo këtë edhe Moskva ka me folu prish rendi botror që ka e njohmine. Apo më kupton? Po, të kuptoj. Gjo, Tim, duke pa kote e fundit marrëdhëniet, për shembull Shqipëria, ajo Kosova fitoi pavarësinë nga Serbia, po janë ca pakica serbe në veri të Kosovës që jetojnë aty. Në momentin më të vogël, domethënë qoftë me ugërvisht, një murmur themi, jo një njeri, atje kemi menjëherë ndërhyrjen e fuqisë të Serbisë. Domethënë duke i zmadhu gjona, duke i pa me lupë, duke i paraqit si më të mëdha edhe me presione, edhe në organizmat ndërkombëtare, edhe gjithçka ta merr meja sa ato rrezik me shpall, edhe mobilizim mushtarak për të hyrë në Kosovë. Shof janë shqiptarët e Preshevës, ata nuk besoj se jetojnë në kusht optimale në lirit plotë demokraci, sepse besoj se ata kanë një farë presioni duke qenë shqiptarë dhe serbët nuk lëshojnë penda shqiptarëve. Shof edhe shqiptarët e Maqedonisë vazhdimisht në presion, si ky rasti i fundit, domethënë jo presion i vogël, po që të mohojë gjuhën, ka mohu kombin. Edhe mu më duket se Shqipëria është shumë e qetë, shumë e thjeshtë, nuk e di, nuk nërhyn, apo jam unë i pa informu. Për shembull me rastin e gjuhës, Shqipëria doli me ndonjë vendim, bani ndonjë rezolut, kërkoj bisedime me qeverinë e Maqedonisë, apo si zgjidhen këto punë si Masim Shkupit, edhe si ka bërë qeveria, por edhe opozita shqiptare, që ju thatë ma sipër që politika në Shqipëri është politik, po, politika në Shqipëri është e majt, është e djathtë, mund tjetë, e qenës mund tjetë gjithçka për mëra Shqipërisë, ndërsa politika e jashtme e Shqipërisë, jo politika jashtme se nuk quheni të jashtëm, po politika e Shqipërisë për shqiptarët jashtë territorit duhet gjithmonë një përkrahje mbështetje. Si e shikoni ju këto lëvizjet e politikës shqiptare në lidhje me ju që nuk jeni shtet akoma? Edhe në përgjithësi me shqiptarët ku janë jashtë kufive të Shqipërisë, por që ndoshta janë një çik në terror, janë një çik në presion, janë një çik në shtypje, si ta them unë. Dëgjoj tani, kur jemi po flas te Maqedonia. Po flas për Maqedoninë. Zakonisht mundon të paraqesin Maqedoninë si një arenë luftarake e politike, jo luftë kështu në kuptimin e luftës ushtarake, të luftës politike mes dy protagonistëve, kryeministrit shtetit shqiptar Edi Rama dhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Mirë po, shqiptarë si unë, që e din se ku buron e vërteta është e lidhur me nonën Shqipni dhe me Tiranën. Dhe shqiptaria lidhet me Shqipërinë dhe qeverinë shqiptare dhe jo me kryeministrin e Kosovës. Edhe me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, qeveria shqiptare ka obligime kushtetuese ndaj shqiptarëve jashtë kufive, por dallim Kosovës që ka krejtësisht qasje tjetër. Por, megjithatë, bashkimi dhe uniteti ban fuqi dhe
unë jam thellë i bindur se në lëvizjet e funit, për t'i frymëzu studentët, nuk du të flasin ndoshta në ndjek ndonjë shërbimeve dhe merr vesh punën. Shqipëria duke luajtur një rol shumë pozitiv në situatën aktuale politike në Maqedoni me hapa të sigurt. Se unë nuk kam dëshirë të më kontaktoj qeveria shqiptare për arsye se unë paraqes rrezik, edhe pse unë nuk kam kurfar rreziki. E vërteta e një shqiptari në Maqedoni paraqet rrezik, se dalin në sheshazit të gjitha punët e fuqishta në Maqedoni. Se kur ta morë vesh një shqiptar, kur ta morë lojë një shqiptar i Shqipërisë, se shqiptarët e Gjergj Kastriotit nga kush terrorizohen dhe penalizohen, krijohet një situatë krejtësisht e re. Më thonën e ty që për shembull, ish presidenti i Maqedonisë Pendarovski, para i ka mundësi të bëhet shqiptari Gjergj Kastriot Skënderbet, se sa i merr muslimani i Shishovës, që ambasada e Shqipërisë e ka shpoll ambasador në deri. Se ne kemi një pjesë popullatës Maqedoni që janë shqiptar ortodoks, që flasin slavisht, që menzi presin të forcohet Shqipëria dhe të lidhen me Shqipërinë. Mirë, po të shka Indje, që janë me Turqi, ato, të erin ditë kiametit nuk bëhen me neve, edhe pse flasin shqip. A kuptohet as këtë paritetin? Unë nuk mund tani të fuli keq, për qeverinë shqiptare se ambasadori ka po disa lëvizje mirë keq, ka po disa lëvizje dhe Shqipëria ka luajtur rolin e vet, edhe mediat e kanë luajtur rolin e vet në Tiranë, dhe i kanë dhënë pompozitet protestave të studentëve të Shkupit dhe të Maqedonisë për provimin për ta mbajtur në gjuhën shqipe të jurisprudencës, që është e drejtë legjitime, sone për gjuhën shqipe nuk diskutoj fare o gens. Hiçbe nuk diskutoj as në Akademinë e Tiranës. Gjuha shqipe është gjuhë sovrane, është sharti i dytë i jemi, roli mesianik i Shqipës. Unë kom qenë në Zhej të Zagorisë, kom vizitua dhe fshatin e Petrozhejt, jam i thtar edhe i kodeve të Petrozhejt. Dhe ato që i ka thonë Petrozhejt janë biblike, kuranore, janë diçka shumë e modhe si sa ne i kuptojmë sa. Po. Do më thënë, ju mendoni se politika shqiptare ka bo mjaftueshëm për pjesën tjetër të mjaftueshëm s'ka bo, se sikur t'i ketë bon gjitha, një diçka del në paqe nuk kanë bo në pajisin me në shtetësi dhe me pashaporta. Unë mendoj se diçka ma tepër duhet kishte bo. Maqedonia nuk është një shtet i madh, kështu që edhe ndonjëherë presioni politik, diplomatik, besoj që duhet jetë diçka më i hapur, më i drejt për drejt, edhe nuk kemi nevojë që të vazhdimisht të punojmë e të paraqitemi me kode. Jo, presion të drejt për drejt, pasi një pjesë e madhe e shqiptarëve jetojnë në Maqedoni, edhe me kushtetutë, siç e thatë edhe ju, kushtetuta shqiptare e ka që shteti shqiptar duhet të jetë vazhdimisht i pranishëm në ndihmë të shqiptarëve kudo që janë në botë, sidomos ju që jeni në trojet e juja, por fatkeqësisht keni ngel për te kufirit. Do më thënë tani se ne jemi dy shtete shqiptare, është Kosova edhe Shqipëria, besoj që nga të dyja palë se edhe Kosova, megjithësa një shtet i ri, edhe ata në një farë forme duhet të japin një farë ndihme, edhe duhet të kenë kërkesat e tyre ndaj qeverisë maqedonëse, kur qeveria maqedonëse nuk i vlerëson si të barabartë shqiptarët me maqedonasit. Do të bëj një pyetje për Shkupin. Shkupi është një qytet shqiptar me maqedonas apo një qytet maqedonas me shqiptar? Do tani unë do të rrish kastoj që e them në paraqitjet e mia. Shkupi si qytet sot është një qytet pothuajse dhe jeton Londër tani si Londra. Është qytet multikulti, nuk mund të themi se është i shqiptarëve, nuk mund të themi se është i maqedonëve, nuk mund të themi se është i turqës edhe turqit janë të arë. Është një qytet që do të arrijë frymën e multikulturalizmit. Dhe më thonë ku të da gjej vetën edhe një shqiptar i Gjergj Kastriotit, edhe një shqiptar di shqip falës në këtë rast i sultanit, masi se ai si mos ta doje Gjergj Kastriotin se do dhe Shqipërinë, a është e vërtet? E vërtet është.
Edhe, e do sultonin, po jeton këtu, okay, ne mund të jetojmë bashkë se zdejemi prej një diellit, prej një shivit. Po ngjarja ka filluar, ngjarjet kanë filluar të ndryshojnë edhe pas luftës që do të përfundoj atje në lindjen e mesme, dhe nëse arrihet bordi i Poçës shkoj deri në fund dhe unë nuk besoj që ato do të kthehen mbrapa, Shqipëria është pjesë e bordit Poçës edhe Kosova, kurse Serbia dhe Maqedonia nuk është. Do të zhvillohen, do të kemi zhvillime të reja. E ardhmja e Maqedonisë është vëndu në pikpyetje tani edhe me ikjen e Orbanit, kryeministrit hungares. Edhe Bashkimi Evropian ju ka vëndu kushte shumë forta qeverisë maqedone. Tani qeveria maqedone nuk e di pse heziton me kriju problemet pa qena. Ma mirë të jetë kishtet Maqedoni kështu siç është, bashkohet me Shqipni, që edhe Macedon që ka janë të imormi me Shqipni, se do të ketë ma mirë me neve se e kanë detin të ne, po këto e kanë një orrejtit të pa parashikum se këto janë një pjesë bulgar, dhe i kanë bo me qenë Macedon, ose me ndi vetëm për shemë diçka tjetër. Për shemë se ta ka zoj si për herë parë është për shqiptarët atje në Shqipëri dhe kush e do gjë, në Macedoni kemi flas për shoqëria nuk është është heterogjene. Kemi për shemë slavisht folës Macedoni i thojnë Pirinski Makedonski, janë ato që janë bulgar, kemi ato që janë Vardarit Macedon, janë ato që pro-sërb, që ndim vetën që janë tofërt me Sërbinë, dhe kemi Macedon që janë egejci, që janë nga Egeu, nga Greqia. To që janë egejci nga Greqia kanë elementet njëta, sikur kemi edhe ne shqiptar, pastaj kemi edhe disa Macedon që janë të besimit ortodoks, që janë asimilu për shkak se s'kan pas kisha ortodokse në gjuhën shqipe, kohën e Jugosllavisë, Kralit dhe Titës, dhe kemi disa që qënë vetën antiqki Makedonsi, Macedon antik që atë janë poro shqiptar, se s'dojnë me qenë as bulgar, as sërb, as egec, po s'gëzojnë me thonë që janë shqiptar se pas taj linçohen këtë në Macedoni, jam kupton? Linçohen, sukur që linçohemi në shqiptarët e gjashtë kastriotit. Ne linçohemi dhe ne nuk e di si jetojmë këto, më kupton? Po është mirë me përhap këtë lajm atje që sa do pak moralisht na ndihmoni jo nga Shqipëria dhe nga diaspora. Domethënë kjo është struktura e shoqërisë së Maqedonisë, dhe nuk është më shumë se 1,5 milion. Prandaj Shqipëria me një kollitje, jo qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare. Vetëm një grup i biznesmenëve të Shqipërisë ja prish themelet të këtij shteti. Prandaj them edhe unë që duke qenë se momentalisht Maqedonia është në momente të vështira, domethënë ka presionin ndërkombëtar, edhe them unë që në një moment nga një herë dhe ne duhet bëhemi çik më të fortë se sa jemi, sepse kemi një diçka më tepër sa ato, se jemi pak popull më i madh, po kemi dhe ju atje dhe ju na keni dhe ne. Edhe mu më vjen keq se ai grupi i Tim Shkupit ose aty në tjerëve që janë shqiptar që thoni ju, domethënë Maqedonas, po nuk e tregojnë dot, nuk flasin hapur sepse linçohen, edhe mu më vjen keq sepse mos keni drejtën që të tregoni identitetin tuaj, domethënë në këtë aspekt, ndërhyrjet e Shqipërisë duhet jenë të forta, sepse ne nuk po kërkojmë asnjë gjë momentalisht, nuk kemi kërkuar prishjen e kufive, po kemi kërkuar atë të drejtë që shqiptarët ose kushdo tjetër qoftë aty të tregojë dhe të mos ketë nevojë ta fshehi identitetin e vet për arsye linçimi. Unë besoj se Shqipëria duhet të kollitet ndonjëherë. Nuk e di se si është puna. Lexova sikur flitet që Serbia do ta njohë Kosovën, edhe pasi të njohë Kosovën, do të ketë çik të drejta më shumë në Maqedoni, ndoshta kur thotet ketë të drejta, ndoshta nëse maqedonësit duhen me u bë dhe bashk me Serbinë. A thonë do të ishte një rast i artë edhe për shqiptarët, në atë rast me u bë me Shqipërinë, apo do t'ju marrë Serbia dhe ju, bashkë si Maqedoni, nëse ndodh kjo. Genca, do me fort drejt se janë punët apo të baj politik tash edhe këto. Jo, e një gjëva këto ditë gjëja sikur Serbia. Po, lejo vetëm tani se unë e di. Për shembull, një prej tyre që tha hopta se ketë në televizionit shqiptar në Euronews, dhe thas Stadri Ramabaja që njëhet i afër
Ministrin e Kosovës Albin Kurtin. I nderuar Gens, nderuar motra vëllezër shqiptar. Nëse Shqipëria ka fitu pavarësi në vitin 1912 nga Perandoria Osmane, kurse sot Turqia thirret se është trashëgimtare Perandorisë Osmane. Kosova ka fitu pavarësinë nga Republika Jugoslave e Serbisë. A është e vërtetë? Po. Edas. Maqedonia a ka fitu ndonjë pavarësi prej vitit 1912 këndej, kur kanë ardhur oficerat sërbë këto në Shkup bashkë këtu afër meje, i kanë pranu qesat prej oficerave të Perandorisë Osmane pa luftë. Hoxhallarët i kanë prit sikur me prit ndonjë prefekt. Po flas për hoxhallarët e Shkupit asoj kohë edhe të Kosovës. Po. A keni çortë ajo, kjo është e vërtetë e hidhur. Po nëse ato më fal se po të ndërpres, ato hoxhallarët nëse nuk kanë qenë shqiptar, a kanë qenë shqip folës? Po do kanë qenë shqip folës, po kanë qenë me ëndra se ka ik Baba Sultan, ne do të me kry misionin ton, që kemi kry për Baba Sultan, kena me kry për Beogradin tani. Është me lu lëvizja xhamietit në Azetën, pastaj ne kemi rezistencën e Azembetës, e kështu me radhë deri në 45-ën, po deshta më thonë se Maqedonia nuk ka fitu pavarësi. Prej askujt Maqedonia edhe sot konsiderohet sërbe, është Vardarska Banovina. Po. Më vonë, ata që i shesin këto hondra atje në Kosovë, ato i shesin për arshetimet e veta, se me desht ato bashkimin me Shqipërinë, nuk i kishin dalë kur kush që 26 vjet i kishin bë 10 referenduma. Po unë kam frikë se me bë një referendum sot në Kosovë, kanë me fitu që ato që ka janë të frimës për Jugoslavë. E këtë qorta jo, po flasë për Kosovë, jo për Maqedoni. Pra ndaj ato, për mi ik të në bisedave gjoja se ne, jo, Maqedoni nuk vendosni jo për Maqedoni. Maqedonia veç është në ndikimin sa. Është full e kontrolluar nga sërbët Maqedonia. Tjetra që është shumë e rëndësishëm. Nuk po thami tërë sistemi Maqedonisë, por një pjesë ati sistemi kontrollohet atë shpel, sa që i kontrollojnë edhe qendrat islamike në perëndim përmes Maqedonisë. Prandaj ka ardhur koha e fundit dhe do të takohemi me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, që qendrat ashtu të quajtura islamike në Zvicër, në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me hek atë prapashtesën shqiptare. Nëse nuk i kontrollon Shqipëria. Po. Dhe ta vendojnë ato qendra islamike turke ta shumë e le Turqia me vendu. Shteti turk nuk i lejon një gjotë tillë me bo ata. Se Turqia ka politikat e veta, është ashtu ajo. E vërtet. Prandaj ne duhet më konë shumë si qelë bashkë. Nuk është kjo kundër besimit dikujt. Është për diçka çka nuk duhet ne mu damtu, çka nuk jemi. Të shumica janë nga Maqedonia dhe dele futati komuniteti shqiptar në Zvicër. Kur ishe njerëzit, 95% nga Maqedonia. Nuk janë gjithë nga Shqipëria ose nga Kosova. Po. Prandaj, nëse vendon qendra islamike, moje qendra islamike, jo shqiptare. Nëse vendon shqiptare, do të më të kontrollu Shqipëria. A unë që shmo ajo? E vërtet. Si siren por, ose ai që ka thonë Sadri Ramaboja dhe kam jabone një video një paraqitje, e do tjerë që shojnë këto ëndra, që Maqedonia të bojmë Serbia ta njohë Kosovën, po Maqedonia si shtet, kush e mba o Gens? Mba Amerika. Ti e di mu, foreign office i mu, sot, shoj e Maqedonin, ti e di që e marrë kuferin, djallin dhe vinë Londër. Po. Që thot, nuk është e sigurt për neve me nejtë Maqedonia, po. Po. Kurse kjo qeveria e Maqedonisë po një marrëveshje me Britaninë e Madhe për do biznese me prusi duket refugjat këto, Maqedoni, e kanë një marrëveshje tikon deri në 9 milion funta. 9 miliard funta. Unë kupton? Kështë e vërtet ato të kashojnë, ato e shfrytëzojnë kanë edhe ato ndasit politike që janë Shqipëri me thithat energjie negative njerëzve atje për shembull, që nuk janë të kënaqur me qeverisën Roma, sikur që mora një shembull në ditë atë Kim Mehmetin,
atë analistin tash ambasadori i Shqipërisë, që është i qeverisë Roma, rrit gjithë ditën me djemë të kimit na për kafe këtu në Shkup, kurse Kim Mehmeti çdo ditë të ofendon e di Romën. Pavarësisht e do se do, e di që ka njerëz në Shqipëri që nuk e dojnë e di Romën, kryeministët e Shqipërisë dhe në Kosovë. Prandaj do të pasën e të kolon, nuk është e vërtet që Serbia do ta njohë Kosovën që ta morë Maqedoninë. Serbia e ka fullin kontroll në. Jo, thash mos ndoshta dhe zyrtarisht, mos ndoshta zyrtarisht nëpërmjet një ndarje duke kalu pjesa shqiptare. Aty pasha besën, prandaj unë ja drejtova një letër më shtonë si videojnë që zemë Erdoganit. Dhe këto që janë sot qeveri kam premtu Turqinë me sjellë këto, kam premtu Sheriat Islamik, mirë po këto ne kanë sjellë Stojkovicin dhe Vučićin. Në kupton? A mendon një sekond, a mendon se ka ndonjë agent të përbashkët Turqi, Serbi kundër shqiptarëve? Jo, ka interesa turke, ka interesa sërbe, prandaj do të ketë edhe interesa shqiptare tash, dhe shqyqës zotit që jemi të bashku dhe shqiptarët kanë fillu më arë në Shkup. Jo, a përpusën atëherë interesat e serbë? Jo, një përpusën, mane men, leta kuptojnë këtë prej tim Shkupit, ku ka kish, është Rusia, ku ka xhami, është Turqia. A kuptove tani çka? Po. Asnjë luftë nuk e ka fitu Perandëria Osmane me Rusinë përpara. Nuk e kemi një luftë që e ka fitu. Prandaj, për me fitu të një luftë, do të bukon kauza jote e drejtë. Të gjitha luftat Genç, Gjesh, Kastrioti i ka fitu në Maqedoninë, në Pollak. A është e vërtet? Po. Në përjashtim të luftës Beratit që e tradhton Hamza. Prandaj ne kemi pa tjetër mu përqëndru të figura e krye herojt ton Gjesh Kastriot Skënderbeu dhe me shpall 2 marsin e vitit 1444, ditë feste shtetit shqiptar dhe të gjithë shqiptarëve kudo që marrin frym që ndjehen që janë kom i Kastriotit, Gjesh Kastriot Skënderbeu. Se fjala këmbë për herë të parë e ka përdor Veçil Harxhi, pastaj e ka përdor Sami Frashi, është fjalë që ka kuptim edhe shqip, me nejt në kam, me nejt qëndrushëm, nisë kam në organizim politik. Dhe në kam, si organizim politik, marrin pjesë të gjitha grupet etnike, shqipforse janë ma shumë, po i pranojmë edhe minoritetet tjera të jenë me nejt. Se sa bukur shpjegohen gjërat kur dojmë të qenë vigjilant. Kombi shqiptar u shteti shqiptar dhe shteti shqiptar i 1912-ës kufit e saj duhet të zgjerohen natyrshëm. Ati ku ka shqiptar të shkojnë me Shqipëri. Prandaj hapi i parë është më ne dhon pasaporta shteti shqiptar. Po jo pa kushte, me kusht. Kur çkoja me nënshkrujt atje me dhon deklaratën që është shqiptar i Gjesh Kastriot Skënderbeu. Edhe mi shkrujt që e ka dhon dëshminë. Mos me tradhtu. Do me thënë betimi, se me qënë se ti ke marrë pasaport britanike, e ke bo betimin. Do me thënë betimi i shqiptarëve duhet jetë ky në momentin e marrjes në shtetësisë. Jemi shqiptarët e Gjesh Kastriotit. Pik, më më thirë Britania dhe pse i kam 60 vjetë, për nëjë mision jam i gatshëm. Te e di, se e këmë dhon betimin, apo? Po, unë e kam me 27 betimin. Ka do me dhon betimin unë e këmë dhon për mbretneshën, atër ti tash për mbretin. Ta shohim deri atë ditë se kam venos hala se si do ta jap, për ka. Të dënë aspektin religios, për dhe so jeton atë, shehesh atje, merë frym atje, e ndim vetën gjallë, mund të japish kontribut, je short, je në atë pikën e fort, dallin e kitë fort, familjen e kitë fort, biznesin fort, jepe se atë janë miq tonë, ala tonë, bile me shku ma holl, po shumë shqiptar që kanë ikë shekullin e 15 masi ikë Skënderbeu, kanë shku në Britaninë e Madhe. Kemi shumë gjërat përbashkëta me anglezët në atje. Edhe unë besoj si po.
Tani, unë shikoj disa gjëra për shembull. Ndodh një debat, për shembull po marrni një shembull krejt banal, domethënë unë nuk e njeh Big Brother në Shqipëri, as kem për ta njeh kurrë sepse është një banalitet i neveritshëm. Por duke na e pruca sekuenca Facebooku, në Big Brotherin para këtij, një shqiptar katolik i ra në shpull një shqiptar musliman nga Kosova. Po. Edhe e dha Facebooku si lajm, kam lexuar statuset e ato komentet e shqiptarëve dhe me janë neveritur. Domethënë një urrëtie mes shqiptarësh që më ka bëma përshtypje. Edhe dalim tek ajo që thuti shqiptarë flasin shqip, po janë të fesë Sultan Mahmudit edhe jo të Skënderbeut. Bile sa që kam pa të kombit Sultan Mahmudit. Po. Kombit, ata e dojnë shtetin e sultanit, nuk e dojnë shtetin e xhepit. Po pra, por një urrëtie për Skënderbeun dhe mbani përshtypje si ka mundësi që shqiptarët i vetmi hero kombëtar që kemi ne me përmasa që njeh krejt bota edhe të kenë urrëtie për Skënderbeun. Si shpjegohet kjo për Gjergj Kastriotin? Kjo urrëtie e tyre a ka shpjegim apo janë ashtu si ka shpjegim. Tash unë vi prej kulturës turke. Kur tham vi prej kulturës turke të rriteve kushtimisht religjioze. Atë janë kulturë turke, po që ne kemi menduar që është besim. Besim, tash unë për shkam ka shkollu baba em ka dhënë lek mu shkollu, unë vërtetën, apo? Po. S'ka shkruan atë. Edhe askush nuk e njeh këtë fush ma mirë se unë, askush nuk e njeh ma mirë se unë programimin, edhe ti e din një prej pikave kryesore është mu të shprogramu prej dogmës. Dogma është dogmë. Kurani nuk është dogmë. Kurani thot me logjiku, me mendu ti me trurin tanë. Edhe do të më atregu për shembull atyre. Se ne kemi kundu, kemi kanë këto ne, për dhe jo besoj keni ndëgju në Shqipëri, kanë thonë për pora të qofsha turk me din dhe imam. Po kanë thonë shkup, unë e këmë rrinjë vitet 70-a, çka jam turk elhamdulillah, duke mendu këtë turk me besim, se për me besu Zotin duhet më konë turk. Tani, gjitha këto ne, pas luftës Kosovës, ju në organizimet të hoxhallarëve me thekst veçan, me punu në atë ditë për ta zvetenitur atë sukses që ne arritëm fund shekullit 20 me shtirimin e Kosovës nga çizmja e Serbisë. Dhe kam punu shumë për ta dobësu dhe një prej pikave që sot nuk e kemi Kosovën bashkuar me Shqipërinë janë këto elemente. Jo elementi sërt, dhe tani ishe edhe shumë botime se vetë ato historianët sërbë, politikanët sërbë kanë thonë, nacionalizmës shqiptar ja thënë kurrizin me islam, me hoxhallar. Se hoxhallarët kontrollojnë shtresat e varfra. Po. Edhe pastaj vim të ky rezultat ku jemi. Pastaj në Big Brother unë shpesh këmë thonë, ma mirë është me shiku Big Brotherin se sa me ndëgju Elvis Naçin. Mirë po tani edhe Big Brotheri ka ato programet e veta. Aja mundet me rritë frimën e Skënderbeut në emisionin show të Big Brother. Se çdo gjë është me marrëveshje aty, si dia pun kupton. Do është elementi ka qenë me nxjerrën pak këtë smundje që ne me shëru, që ne sot imi të punu me shëru, se nuk ka kur farë dallimi një shqiptar që e ndin vetën shqiptar që flet shqip, dhe është me fes shqiptar, dhe është dem baba dem shqiptar, nuk u zën religioni, besimi në Zot, mu bash kaktar për përçarje. A më të tënë me respektojmë, se Pashkovasa ka thonë kështu, mos shikoni kisha e xhamia, feja shqiptarit o shqiptaria. Nuk ka thonë mos shikoni Krishtin dhe Muhamedit, nuk ka thonë mos shikoni kisha dhe xhamia. Dy gjëra të ndryshme. Xhamia nuk kontrollohen nga shteti shqiptar. Me përjashtim në Shqipëri, tani pothuajse janë të gjitha në kontroll, por në Kosovë dhe në Maqedoni dhe në diasporë, qendrat xhamit nuk i kontrollojnë organet e sigurisë, shërbimet inteligjente shqiptare. Shumë pak kanë ndikim këto, më kupton?
Dhe prandaj Do më thënë- një shprehje, ta përfundojnë gjithu. Se klerikët janë të gjithë njëjtë, ata e ruajnë njëri tjetrin. Mirë, po hoxhallarët janë diçka të veçantë. Hoxhallarët më ju thon feja e shqiptarit të shqiptaria është sikur më afut lulet ballë. Se nuk mund ta pranojnë ato shqiptarinë si fe. Vetë fjala fe është e Shqipës, a janë dy germa, a është Po. i bashkëtorë dhe nizanore. Po, Tani kjo germa F në renditjet e alfabetit Shqipës me numër është 9. Apo? po, po, Tash me germën F fillojnë shumë fjalë që kanë bëjnë me formën fizike, me natyrshmërinë. Vetë fjalë fillon me germën F. Par fillon me germën F, fekondim, fetus, foshnje, fëmijë, fytyrë, lok, formë, fizik, a filloj kanë ketë me germën F. po, A kemi zanorën e, po, është energji. po, Dhe me thonë fe është e Shqipës, është natyrshmëria jonë, është kush jemi ne, forma jonë fizike. Shteti nuk ka kuptim shpirtëror, shteti ka kuptim material, apo? Se ta E vërtet. A është shto? A më gjitha Po, po. pjesë shpjegohen. Po problemin e kemi organcë me intelektual që nuk duan të korrigjohen. Më kupton? Se gjua Shqipe nuk është prej vitit 1462 kur është shkrujt e formule e pagëzimit. Gjua Shqipe daton shumë ma herët. Që kjo gjuhë që për e flasë në e ty sot. Sa kum jetu edhe në Egjipt, di diçka marrë shumë që të tjerët nuk e di. Prandaj ne edhe Top Channelit që organizon Big Brother, ne këto në Kosovë duhet me ju bo presion që sa ma shumë me imponu në këto emisione vlera kombëtare të Gjash Kastriotit të historisë sonë. Jo të Jo, përçon. këto bëjnë të kundërtën, sepse duan publicitet, duan popularitet, duan gjithmonë të krijojnë një klim, një atmosferë të tillë, një përplasje që njerëzit të angazhohen, qoftë duke shkaktuar dhe përçarje. Unë besoj që ato shumë shpejt do të korrigjohen, se ka një zgjem të madh tani edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe unë ju falenderoj sidomos të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, qoftë gjinisë femrore, gjinisë mashkullore, gjithashtu edhe shqiptarëve të Kosovës gjithashtu, se ata të cilët i kam për shpirti, kam edhe njerëz të në Shkup që janë me mu, shumë që janë, me gjithë se nuk i bajtë të gjithë publik për shkaqe të sigurisë dhe kështu me radhë, ka një zgjem dhe ne du ta bëjmë presionin, nëse unë e ti e bëjmë presionin të ministri punëve të jashtme të Shqipërisë, ai patjetër ka me realizu atë çka ne e kërkojmë, është ashtu ajo. Sa realizon nuk e di, se me thënë drejtën, edhe Shqipëria ka ma shumë shqipfolë se shqiptar, po ne duhet ta bëjmë provë, ne nuk duhet heshtim. Ne duhet kërkojmë që do punë bëhen. Ne duhet ta bëjmë për tema. Edhe ti, edhe unë, edhe të gjithë shqiptarët, duhet bëjmë presion që në kuvendin e Republikës Shqipërisë të sjellet një ligj që fjala fe e Shqipës të mos përdoret për asnjë komunitet religjios. Po të ruhet se bi këtë fjallë ndërtu Shqipëria, feja shqiptarit të shqiptaria. Une vetëm e kum aktualizu, se e kum ditë që tu kina me orë, e këto ndarje dhe përçamje. Se e kum një erë. Me pak fjalën fe du ta përdorin vetëm ato që njohin atë, si me thanë, feja shqiptare në shqiptaria. Pjesa tjetër nuk... Po, feja shqiptarit të shqiptaria është forma fizike, kushimi, natyrshmëria jonë. Fole shqip, je shqiptar. Jeton tokën shqiptare, je shqiptar. Je lind tokën shqiptare, je shqiptar. I barabartë je me gjithë, po mundesh me qenë Rom, ke lind Shqipni, je shqiptar, të respektojmë se je pjesë e jonë, apo më kupton? Po. Se besimi i komuniteteve religjioze është diçka tjetër, po jo hoxhallarët me marr rolin e shtetit, më të kallëzu se a ban me shku në deti apo nuk ban me shku në deti. Kënd duhesh me martue, kënd nuk duhesh. Shteti shqiptar të kallëzon. Me ligjin e shtetit shqiptar ta bëjnë një pyetje. A ka dikush të drejtë me ligjet shqiptare me pas gruan e ditë me një Kur'an? Jo. Krima beti, edhe në Kur'an është njëjtë. Nuk mundet me një Kur'an me pas 2, 3, 4 gra. Në vërtet. Ai që e ban tytën, nuk na shkon, nuk na shkon. Aja thënë ligjin e shtetit shqiptar, edhe të Zotit.
Po, mirë tim, me qenë se ti e i angazhu fuqishëm në këtë aspekt, ata kosh me klerik dhe hoxhallar ndonjëherë për diskutua, për argumentua, për, si ta them unë, për dani mendima, për të marrë mendima, për të kërkuar llogaria. A ke takime ndonjëherë me njerëz? Po, kam takime edhe me hoxhallar, edhe sidomos në Shkup, se do njëri takojnë në rrugë, se kam takime. Normal se edhe ne nuk jemi të vetë njëjtë, edhe këto është të fije heterogjene, ata e kuptojnë se Tim Shkupi kur flet për çështje teologjisë, unë kur flas për Kur'an, flas për prova çka ka menduar ti kush në. A dakordsohen me ty? Po, tash ato nuk guxojnë haftazi me bon, po shumica e ditë që është e vërteta. Ato me dinë që unë e baj gabim, një gerë, bashkë këshira mbrom njërin, e i kishë nu të gjithë, edhe i kishku lajkit i kun bi 5.000 lajke, a e flet krejt të kundër të në qka është në Kur'an. Në gëndë, nëse unë e dalë thamë nuk ka namaz, pe ti që ka namaz, dhe sigur atin Londër që dalin falin në rrugë, tash, atin? Po. Në thamë nuk ka namaz në Kur'an, Allah. Kur ko nuk shkru në Kur'an, se nëse falti namaz, shkon parajs. A është këtë si me ditë këtë lajnë? Se njerëzit që i falën në rrugë, shkojnë në xhami, po bajnë namaz, mendojnë që shkojnë në xhenet. Një ajet nuk i kemi në Kur'an, që ai që shkon në xhami dhe falën namaz, shkon në xhenet. Atëherë përmend, po, vazhdo. Nuk e kemi një ajet në Kur'an, që ai cili shkon Mekë, atje në Çobek, po që shkojnë tash, po shkojnë edhe këto që ka sa musliman, shkon në xhenet. Në xhenet kallzova ku shkon në xhenet, shkojnë vetëm njerëzit me punë. Bamirësat shkojnë në xhenet. Paqdashtit shkojnë në xhenet. Të drejtit shkojnë në xhenet. Të penduarit që pendohen shkojnë në xhenet. Durimtarët shkojnë në xhenet. Jo ai që shkon folët te hoxha, lidhet mas hoxhës. Nuk e kanë. Se mos më ja kallzu shqiptarit këtë vërtet Kur'anit. Unë e di se ka disa për e përdorin Kur'anin me prolla Bagdadit. Për shembull, kemi një varg aty te Surja 33 ajeti 55, thirrja është o ti lajmtari. Nuk është o ti Muhammed, nuk bëhet fjalë aty me martu as sikën e Hoxhës as sikën e Mixhës. Tash vet Surja, kaptina ka emrin kaptina e grupacioneve. Se fjala hizb është në njëjës. Grup, ahzab është në shumës, grupacione. Tanja, mund të kuptojsh Tim Shkupin me qikat e Hoxhës, qikat e Hollës, qikat e Tezës e bani bashkësit fort në Shkup, me korrizu aktivitetin e shenjtërisë të kombit Gjergj Kastriotit me zgjuar shqiptarin. A fitojmë në gjithë? Ti po të pes, a fitojmë? Po jo më martu, më korrizu aktivitetin. Jo, më martu atë si rregull ndër shqiptarët e si e kanë origjinën nga Gjergj Kastrioti, aty vetëm humet. Largohesh nga raca e vetëm pak, a pe kupton kur shëllimi, aty thirrja është me korrizu aktivitetin, me bë grupacionin e fort bashkësisë, nuk bëhet fjalë për martesë. E vërtet, ndoshta kjo atëherë është pika që ndoshta këta munduan ta deformojnë dhe për ta shfrytzuar për me bë edhe. Po tregoj ti për shembull se në dy ajete tjera, te një kaptin tjetër kur bëhet fjalë për korrorizim, vjen edhe një fjalë tjetër ndëgjoje mirë. Në gjuhën origjinale, jo në gjuhën arabishte, se Kurani s'ka zbrit në gjuhën arabishte, s'ka zbrit në lokacionin abrahamik. Në gjuhën e të parëve, aty është këshire dëgjoj, detun nikah. Dhe më thonë, ukde, këtë dhe atë akt, korrizimi është akt, që du të me pas dëshmitar, apo? Po. Kurse te kaptina 33, ajeti 50 nuk bëhet fare për martesë, vëlla. Bëhet fjalë që kur ne kur i themi genc, ta korrizojsh aktivitetin tanë në interes të çështjes shqiptare. Po kanë mashtruar vëlla, e folin këtë, prandaj deshta me thonë me misjell këto stane se njerëzit do të me reflektu. Se une nuk e thiri askendin aty ku besoj. Une e thirin vlera, me qenë pas dashës, dhe thirin ato dhe të udhëzimet që janë të Mojsiut, s'ki nevoj me ditë as Biblën, as Koranit, se edhe ti edhe une, e dim se nuk do të me vjedh. E vërtet. E dim se nuk do të
me gënyer, me rajt, që ja bëjmë ne tonë shkup. E dim se nuk do të me bo kurvëri bashkërtore. E dim se nuk do të me mbyt njeri, e dim se nuk do të me bo dëshmi të rajshme, e dim se nuk do të me lakmut e huja, e dim se nuk do të me përdor emrin e Zotit për hesapet tona. A i dim e këtë këto? Pa edhe pa i lexu, kun i dim. Ashtu problem, që sa thjesht nuk ki problem. Prandaj, vaso posha, apo pashkovoza ka thonë bukur. Mos shikoni kisha e xhamia, nuk ka thonë mos shikoni Krishtin edhe Muhamedin. Po, e vërtet. Se as Krishti s'ka ndërtu kisha, as Muhamedi s'ka ndërtu xhamia. Po kupton? I vërtet Unë e kam tash një libër në gjuhën angleze, nashta do të vinë në anglit apo toj, se është aktuale tash kjo. Edhe nashta nëse Zoti më jep mund bona edhe bestseller me librin që do apo toj. Se këto çka e besojnë Muhamet, e besojnë Muhamet Bagdadit, jo Muhamedin origjinal, i cili ka jetuar për shembull në shekullin e 6 dhe 7. Apo kupton? Po është një Muhamedi tjetër. Që e kanë posë që të rënë me qilim, që i ka posë 13 gra. Apo kupton? Përveçsisht jashtë Kuranit. Të gjitha këto nuk janë fare në Kur'an, këto thonë janë narracione që i kanë shkujt mas 200 vjetë. Në Kosovë patëm luftën, prej 12.000 që morën pjesë luftë, rritëm në listën e veteranëve të luftës me 60.000. Mas 200 vjetë, mund të jetë e vërtet atë shkrujsh historinë e... Po zakonisht, të di atë tabloidin e Britanisë Modhe Desant që është, njerëzit e kanë qef shtypin e verë, prallat, jo të vërtetat. E vërtet edhe këto pralla kanë hyrë në mendjen e njerëzve nëpërmjet dogmave tani, nëpërmjet interesave, si gjëra të vërteta, edhe njerëzit kanë filluar të besojnë edhe mashtrimin që kanë përdorur dirë për interesat e veta, nuk e di se çfarë interesi kanë pas dhe pse e kanë pas. Nëse duhet të bëni një pyetje se më përmendën një emër, Elvis Naçi, tha më mirë me pa Big Brother se Elvis Naçin. Unë jo se e ndjek, nuk mund të them as kam simpati as antipati, edhe nuk do të gjykoj për atë. Në Shqipëri e marrin si bamirës, mundohen, disa tjera akuzojnë se i ka përvetësu, për shembull, shumë gjëna nga ato që kanë qenë për të thënë dikuj ka marrë për vetja, ku ta di unë se si mund shprehem për Elvis Naçin, po mora një opinion një shije, domethënë nga ti që sikur nuk është figurë aq e madhe sa ai don të shitet, edhe disa tjerë besojnë se është. Çfarë opinioni ke për Elvis Naçin? Jo, unë nuk flas, nuk kam çka flas personale, s'kam mas një teolog, po Elvis Naçi, se pa të bote ku shpytje tash më mirë, me po atë lotin në Big Brother, se është, apo atë shuplakën atje, kur ja shon ati, është live, e shet që ndodhë për një me, jo, më kupton? Po. Dhe thot ta qomi lotin ka për lotët Elvis Naçi. Se është aktrim. Mendon se janë, po, aktrim domethënë. Po normal aktrim, domethënë bile ma e ka marrë për reshatar bonus atë aktrim. Po si do të thonë, taj nuk është njohës i Kuranit, nuk e di Kuranis, nuk e di gjermat e Kuranit, aje tregon një koncept të sektit Hanefi, të një kushtimisht ta quj që e quj një islam sunit. Është një sekt, një parti, nuk është e tëra. Po. Edhe ajo dogmë krejt, edhe e normal që i prek njerëzit kur folin për jetën e njerëzve, po është aktrim, s'ka të bëj, ai nuk e njeh Kuranin fare, ai Elvis Naçi. Domethënë ka shfrytzuar ignorancën e shqiptarëve në atë kuptim në njohjen e Kuranit dhe e përdor pastaj. Jo besa ignorancën e shqiptarëve të Shqipërisë nuk e ka shfrytzuar, ka shfrytzuar ignorancën e shqiptarëve të Kosovës dhe Macedonisë. Po, si ndoshta edhe në Shqipëri duket sikur e besojnë shumë, po unë nuk nuk isha thonë Shqipëri që e besojnë shumë. Jo. Ai cili më ka ofendu prej teologëve të Shqipërisë, edhe ka me pastaj është mundu të më emitoj, është Hoxha Ahmet Kalaja, tani është më shumë ai një showman se sa që është teolog. Ai e pret atë dexhallin me gomar me orë, më kupton? Po. Pret antikristin me gomar? Dëgjoj, unë nuk më tako me fol për arsye se unë faktikisht po flas ti gen. Jo, desha me thënë nuk më takon të flas, por në fundit po flas. Ai edhe mua Ahmet Kalaja
ma tepër ka fillu mu bë një showman për Facebook, se sa një teolog që na më duket sikur nuk e njeh Kur'anin ashtu siç duhet me njoh. Jo. Ata e njohin një dogmë që unë i quj dogma e Bagdadit. Domethënë një sekt i thojnë sekti Hanefi, i drejtimit Hanefi, apo kupton që ja lejon njerëzve, domethënë jo Kur'ani, jo Zoti, po dietarët e tyre kanë pru një vendim se mashkulli duhet mundet mi marr 4 grau. Po kërkon thekin Kur'an vëlla. Për shembull, profeti i vërtet, Muhamedi i vërtet, i Kur'anit ka jetu, nëse e marr me historinë, nuk po them se Kur'an nuk shkruan kjo, po historinë e tij, sa do pak nëse bazohemi në literaturë, ai ka jetu me një grua 25 vjet. Dhe në pleçri këto e bojnë si ka qenë Kazanov. Është jo e logjikshme, është këtë rran mashtrem. Domethënë ajo është një Muhamet i Bagdadit që e ka kriju, për shembull, koha e atyre njerëzve, bazohemi për shembull, njëri prej tyre, Buhariu as nuk është nga India e mesme ku janë vendet e shenjta, është nga Horastani, kurse ke muslimi është nga Nishapuri i Iranit. Tash si vetë ju kemi bë pyetje. Ne nuk e kemi edhe në narracione, nuk e kemi një narracion që Hazreti Muhamedi ka fal namaz çështu apo ashtu. Nuk e kemi një narracion që e ka fal ditën e xumës. Domethënë, logjikisht kur i marrmi janë këtë rrana mashtrime. A nëse ndjek Kur'anin, Kur'ani thot lodhe trurin. Prandaj unë tash ti nëse e lodh trurin, Antikrishti nuk vjen me gomor. Kiamet ka loja si hoxhe prit me gomor, por njerëzit e kanë qef me të gju. Është vërtet, po shef sepse tash disa njerëz munduan që dihen edhe njerëz publik edhe njerëz që profesojnë një besim, a nuk e di çfarë them unë, edhe në fundit nuk më duken edhe shumë serioz, po nuk më duken të hap një lajm të mirë dhe të gjithë ata që na dëgjojnë, Ahmet Kalorin e kontrollon 100% shërbimi i inteligjencës shqiptare, shërbimi informativ shqiptar, është në kontrollin e shërbimit informativ shqiptar. Bando zigzagë kështë të vola, po ajo është kodër i kontrollueshëm për shtetin shqiptar. Nuk është shumë i danë. Okay. Kurse Elvis Naci gjithashtu edhe ajo është i kontrollueshëm për qeverisë shqiptare, vetëm që lejojnë për hesapet e tij, llogaritë e tij për shembull. Te di për shembull Britaninë e Madhe me të anglezët, kush mirët me bamirësi, mirën ato që kanë parë, Beckhami, ato që kanë parë, Fergusoni, nuk mirët një varfër. Ne nuk mundemi se Elvis Naci para se me hin këtë sport bamirësisë ka qenë i pastër, a ka qenë i pastër? Jo. A ka qenë sjellën mashkull? Jo. Bamirësi, po jo me parën e veta. Ashtu bro, po ja që aje ka hop, edhe delja futa atje në tribunat atje në Zvicër, unë jam i pari që i kum sjell këto në vigjilje, duke thonë se këtë janë mashtrime, do më thonë me ato në qelizat që tha me 100 milion qelizat, atin të asoj dogmës medicinale, do më thonë dhe këtë tojnë amin. Po. Apo tash e kemi një rand, pak pasi se jemi gati ma shumë se 1 orë e gjys, jo 1 orë e gjys gati jemi këto duke disu. Po. 1 orë e 25 minuta. Ishte kjo në garda revolucionare e Iranit e ka një departament i thojnë profecia e fundit. E kanë marrë për Kuranit. Mirë për në Kuran nuk është profecia e fundit ashtu. E kanë marrë atë versionin e rrenjshëm, Khatemun Nebijin, dhe me thonë se vula e profecisë është Muhamedi. Pare nuk bëhet fjallë ati për vullën e profecisë. Ati është Khitmu an-Nubejin, dhe me thonë është sharimi i fundit në Kuran. Dhe me thonë është bëhet fjallë për me sharu një vakt Kuranit. Jo që Muhamedi ka qenë profeti i fundit, ati zbot por edhe ati ja kam nu një gardës revolucionare ushtarake e emrin ta tillë, normal që kanë me humb luftën o vëlla. Unë mendoj se fanatikët kryesorë të besimit janë ata që s'kanë lexuar as Kur'an as Bibël. Edhe nëpërmjet Kur'anit edhe Biblës, ata njerëzit që as vetë nuk e dinë, po duan që të manipulojnë njerëzit, përdorin Kur'anin e Biblën tek njerëzit që nuk e kanë lexuar, se shpjegimi që i bën Kur'anit
i nderuar Tim Shkupi, me thënë të drejtën, të mush mendjen që në qoftë se njerëzit janë kaq shumë besimtar dhe religioz, në botë nuk do të gërvishen kur njerëzit njëri me tjetrin, po do të jenë në paqe dhe në harmoni, edhe me rregulla që i ka thënë edhe Kurani edhe Bibla, po njerëzit edhe bajnë sikur si besimtar, po nuk kanë lexuar dhe nuk dinë fare se çfarë është edhe çfarë përsjell feja, besoj. Ata janë thjesht njerëz të përdorur, dhe mu më bëhen qefi se sone ishim bashkë, se ti nuk e njeh Kuranin vetëm me fjalë, po e njeh edhe me germa, se të kam njeh në Facebook duke e shpjeguar germat në Kuran, edhe unë të përgëzoj për këtë punë që ban, por mu më vjen keq që i nderuar Tim Shkupi që ne një personalitet si Tim Shkupi, sepse ne shqiptarë në qoftë se detyrojmë origjinën, në qoftë se ne duhet bashkohemi, ne përpara duhet pasojmë njerëzit nga dogma, nga trushpërlarja që ju kanë bën ndër vite, edhe për këtë duhet që njerëzit ose ne t'ju japim hapësirë njerëzve që thonë të vërtetën, duke bazuar në fakte, siç fakte që jepni ju duke e sqaruar Kuranin, si puna po marrni shembull aty në që thonë Kurani të lejon me marr 3-4 gra, në kohë kur Kurani nuk të lejon me marr 3-4 gra, po ata gjëra duke shfrytzuar dhe Kuranin justifikojnë martesat me 3-4 gra. Unë besoj që shqiptarët, në qoftë se shqiptarët duhet fillojnë nga media për shembull, duhet luajnë një rol të madh në atë kauzën për sonte për shembull, nëse tham unë ty Genc luftoi keqen që e kim brenda vetës. Kjo nuk do thotë automatikisht me kop automatikun ose me kop revolën me liftu. A është ashtu ajo? Ashtu vërtet, në vërtet, prandaj që ti kuptove për çështjen e kurrorizimit, kur bëhet fjalë për kurrorizim nika, fjala nika për akt martesor vjen edhe një fjalë tjetër, është ukde të nika, akti i kurrorizimit. Domethënë, akti i kurrorizimit po dëshmitar. Edhe sot në botë, është ashtu të pas dëshmitar, që filoni dhe fisteke u martu. Atil që ta i në varg, fare nuk bëhet. Por martes bëhet fjalë për ta kurorizu. Për shembull edhe Genci ka familjen e madhe. Tash nëse të gjithë ato të familjes Gencit bëhen bashkë me Gencin për ta ndryshuar situatën në Shqipëri për të mirë, do të me kurorizu aktivitetin me ideologjinë dhe punë që i ka Genci. Bëhet fjalë për martes. E vërtet. Kjo është domethënë një ndryshim që i bën gjatë rrugës, thjesht ata që duan ta përdorin fen edhe njerëzit gjë besimtar për të realizuar qëllimet e tyre. Unë mendoj se njerëz të përgjithshëm në Shqipëri, duke filluar që nga media, duhet të angazhohen, sepse ne shqiptarët duhet jemi të atij parimi që thatë edhe ju që ka thënë që ka dalë nga pashkovasa që feja shqiptare tash shqiptaria, ne duhet që mos shikoni kisha xhamia, se feja shqiptare tash shqiptaria, ne duhet që t'ju japim hapësirë njerëzve që flasin të vërtetën, që janë shqiptarë, që flasin të vërtetën, edhe që bindin ata njerëz që janë lundrën në ura të turbulluara me agjend nga disa njerëz për të shfrytzuar situatat për problemet dhe për interesat e tyre. Prandaj unë sonte isha tepër shumë i kënaqur që Tim Shkupi kishte fjalën e vet në këtë radio, besoj se na kanë ndihmuar shumë, edhe do të na ndihmojnë, por duhet marrë shembull edhe media të tjera që mund të jenë media më të mëdha, sidomos ata në Shqipëri, e t'ju japin hapësira këtyre njerëzve, edhe sepse në Shqipëri janë bërë, nuk e di sa një televizor në Shqipëri o Tim, po janë bërë sa njerëz të nevoshëm që nuk kanë as fjalë, as ideologji, as besim, janë sa njerëz këtë pa lidhje që e shohin për natën televizor, na lodhën Tim, na lodhën për Zotin. Njerëz koti domethënë që nuk përcjellin asnjë mesazh. Para se me përmbyll këtë, unë plot që është kuptoj ty edhe një pjesë tyre i njoh, edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, këto në Maqedoni, kur më shohin gazetarët e kthejnë kokën në anën tjetër. Le ta dinë shqiptarët që na ndëgjojnë. Po e kthejnë janë përfaqësues të agjendave votim, nuk janë përfaqësues të agjendës shqiptare. Prandaj unë jam mundu të kanalet të mia, të me shokët e mi, të faqet që i mirë mbajmë ne, ta rujmë një standard që e të çon ujin në drejtim duhur të shqiptarisë.
se atë kush nuk kush ma aktor son, as Elvis Noci, unë di me qajt ma mirë se Elvis Noci, po nuk fitoj unë asgjë në aspektin shpirtëror, unë mund të fitoj lek, po në aspektin shpirtëror nuk fitoj asgjë. Jo, e vërtet. E kupton? E Se vërtet. neve që del një tim shkup tjetër, thot tim shkupi këtu ka rrejt, aty ka rrejt, aty a fut kot, apo kupton? Nuk e ka pas germa as fjala e Kuranit as logjika. Kretë besojnë se profeti i fundit që e ka shkrujt Kuranin me lejen e Zotit, sa asgjë nuk bëhet pa lejen e Zotit, edhe Amerika ku na ka ndihmu neve në vitin 1999, na ka ndihmu pse Zoti i ka dhënë leje më na ndihmu. Është ashtu ajo. Mirë po xhallat se pranojnë këtë leje. Xhallat thonë nëse bën trafik aksident time dhe genci, e humbën jetën, po Zoti ka desh ashtu, ato me shku ashtu. E tash, po dhe Zoti ka desh, Amerika me më ndihmu. Po, e vërtet. Si të qoftë tek nasiste, ne do të dëgjohemi përsërish, pres më ardhë në shkop të zyre televizja bota shqiptare. Dhe të gjitha shqiptarë që duan të dhunte, ne janë të lirë më ardhë, ne jemi të hopër, ne e flosmi atë që ka usht për të folë e vërteta jonë, kemi të drejtë me mbrojt gjuhën tonë, kush jemi ne, me mbrojt pronën tonë, me mbrojt atje ku besojmë ne. Unë besoj se kushti i parë për më lidh me Zotin, njeri do të me një vetveten, edhe unë një vetveten që jam shqiptar. Sakt. U kri mohabeti, u kri biseda. E sakt. Tim, unë kam 2 premtime, një vizitë në shkup të zyrat e juja, edhe një premtim tjetër në momentin më të parë që jeni gati të organizojmë protestën para kryeministrisë për pasaportat dhe nënshtësinë e shqiptarëve që jetojnë jashtë rrethave të Shqipërisë, unë do të jem në gatishmëri. Kina me marrë ka një billboard bar, tasha ke posi i bëj atje në Facebook çashtu, s'na duan njerëz më ardh, ne i duam pasaportat shqiptare dhe shteti shqiptar do të më na mundsu me deklaru dashmien që se deklarojnë këto kur konvertohen, më kupton? Unë do të jemi gatshëm në çdo moment që majstëri tim do të jemi gatshëm që të vijë edhe në mos ardh njëri tjetër, unë të i bashkë të dy jemi boll. Mjafton ne me dal vetëm të fotografu se e kemi frekuencën e fortë gan. Unë qesh një herë në Tiranë për bëj protest, thirra një protest, edhe më thanë jo po s'vje kush, po shkoj unë vetëm thash. Masani thash do të marrë edhe nënën, nëna ime 86 vjeçë, thash do të marrë nënën 2 vetë. S'ka rëndësi, turpi nuk është për mua që isha vetëm, turpi për ato që nuk erdhën. Kështu që ne do shkojmë, unë do të jemi gatshëm edhe do të keni mbështetjen time, edhe sa herë ne do të kemi në konsiderat tim që të marrim shpesh në intervistë këtu tek unë, por në ndonjë rast që ti ndoshta ne e kemi harruar se s'jemi gati ose s'kemi thënë gjë, në çdo moment që ti don me përdor mikrofonin e kësaj radio për një thirrje, për një fjalë, o për gjithçka tjetër, je mos e mirëpritur. Faleminderit, ta mbyllim me këtë këtune, mu më gëzon fakti, jo vetëm Genci, po shumë Genca tjerë dhe tim Shkupa tjerë, nëse dojnë ta marrin lajmin e saktë, por situatën aktuale politike në Maqedoni nuk dohen drejtohen te partitë politike, do drejtohen televizja bota shqiptare, te imami shqiptarëve dhe te ekipet që i ka imami shqiptarëve. Apo më kuptoni sa do pak ne vajop një informatën e saktë, pastaj ju vetë vendosni çka doni me bë. Se ka dezinformata jashtëzakonisht shumë. Faleminderit shumë për intervistën Genc, i përshëndes të gjithë ata që e ndjekin këtë radio, djemve që organizojnë këtë mundësi, Zoti u dhasht fitore mbi këtë fitore, u dhasht numër mbi këtë numër, Zoti u dhasht edhe dije më shumë, edhe lek më shumë, edhe vetëm përpara të bashkuar rreth asaj që është shqiptari, feja shqiptarit është shqiptaria, dhe ne jemi komb i Gjergj Kastriotit dhe ta nxjallmi edhe një herë kuvendin e Lezhës 2 marsit të vitit 1444, ta çojmë amanetin e Naim Frashërit në vend, i cili ishte i pari prej kulturës
turke, këto e qenë muslimane që e pranoj Gjergj Kastriotin se ka qenë krye heroi i shqiptarisë. Faleminderit shumë Genc. Edhe unë të falenderoj, natën e mirë në gjofshim, e të fala shqiptarëve nga Maqedonia. Gjithashtu të fala krejtëve. Nderuar dëgjues të Undo Radio, nëse na dëgjuat, isha unë sonte në një bisedë me zotin Tim Shkupi nga Shkupi në Maqedoni. Biseda zgjati goxha, besoj që ishte një bisedë ndryshe, më shumë ishte për sa i përket shqiptarisë sa politikës, sepse politika, dakord që politika bën ndryshime në shumë aspekte, por para se shkojmë te politika, duhet marrim edhe ca njohuri të tjera nga njerëz të fushave të ndryshme, nga njerëz që besojnë se feja shqiptare është shqiptaria në një Shqipëri me shumë religione, besoj se që të na majë të lidhur të bashkuar, ne nuk do ta humbim kurrë parimin e asaj që mos shikoni kisha e xhamia se feja shqiptare është shqiptaria. Gjithsekush është i lirë të besojë kudo. Të besojë kudo, të ndjeki besimin e vet, edhe ne nuk jemi kundër asnjë religioni, asnjë besimi, por ama asnjëherë duke besuar në një fe, duke kaluar përtej kufive të shqiptarisë. Ne nëse besojmë në një fe, që ajo fe është e njëjtë me disa, ne nuk do të thotë që jemi pjesë atyne, ne kemi fen tonë, edhe mbi të gjitha kemi atë që na bashkon më shumë e na mban të lidhur ndër shekuj, harmonia fetare edhe feja e shqiptarit që është shqiptaria. Ky ishte emisioni im për sonte. Takomi të martën tjetër. Besoj se tham disa gjëra, ndoshta ngelen shumë pa thënë, por koha kaq ishte në dispozicion, por gjithsesi ju falenderoj që na ndjekët edhe ju uroj një mbrëmje të mirë. Unë Genc Paquku nga studio në Londër. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshim. Mikrofoni hapur nga Genc Paquku në Window Radio.am.